Sos, dëgjoj këtë video deri në fund, është shumë e rëndësishme. Sa nga ju e kanë parë veten që përsëritet i njëjti model jetese, i njëjti model që zgjedh partnerin tënd, akoma dhe në qoftë se ke vendosur të largohesh, por prap ke sjell një partner të ri. Akoma dhe shoqëria, familjarët e tu, janë ata që gjithmonë në një farë mënyre luajnë rolin e viktimës, që ti jesh i nevojshëm për ta, por në të njëjtën kohë të kthehesh përsëri, sepse të bëjnë të ndihesh me faj. Këtu fshihet frika e të panjohurës, dhe ti qëndron në të njëjtën vend përsëri dhe përsëri, pavarësisht se largohesh, kthehesh përsëri dhe përsëri. Dhe përsëritet gjithmonë një cikël i njëjtë. Kjo të ka bërë që të jesh në ankth, në stres, dhe të jesh një cikël në një rreth që vërtitet vërdall dhe nuk po del dot. Dhe ç'të ndodh në këtë cikël? Lëndohem, largohem, prap më kap pasiguria, më tremp e panjohura, më mungon e njohura, kthehem përsëri ose gjej të njëjtën model me një person tjetër. Dhe kjo ka filluar që në fillim të jetës tënde, në modeli i rritjes që e rritur ti në familjen tënde. Dhe kjo është një model i vjetër që është të paktën në shqiptarët dhe kosovarët, por dhe këtu në Greqi. Kjo të bën që ti të qëndrosh në një vend. Kjo të bën që trupi të jetë në ankth, në stres, dhe ti të sëmuresh. Por sot dua të them diçka të bukur. Në datën 2 shtator, ndërmjet platformës Zoom, organizojmë një terapi në bashkëpunim me Rozeta Ndonin, 2 terapiste të fuqishme bashkë për ty që je gati të lirohesh nga çdo model i vjetër, por jo vetëm të shërosh trupin tënd, të largohesh nga të gjitha ato që deri tani kishe frikë të largoheshe. Dhe mbi të gjitha, të krijosh sigurinë në shpirtin tënd, në zemrën tënde. Dhe vetëm ti mundesh të dalësh nga ky vend. Ne jemi këtu të t'japim dorën, të të ndihmojmë dhe të tregojmë rrugën e dur. Mos ki frikë, sepse e kemi kaluar dhe ne këtë udhtim, dhe përvoja jonë do t'ju ndihmoj që të ecni në rrugën e dur. Ju dua shumë dhe filloni të rezervoni vendet tuaja për në datën 2 shtator në platformën Zoom. Kërko link në privat tek numri që do gjesh të shkruar këtu. Ju dua shumë, ju falenderoj dhe mos harro sepse shëndeti yt varet nga mendimet e tua, nga frikrat e tua. Çdo gjë mund të ndryshojë kur ti të duash të ndryshosh jetën tënde. Ju dua shumë.